Pikërisht për këtë operacion të Prokurisë Speciale në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, në atë pjesë pati një reagim nga lista serbe që e quajti operacionin terrorizëm të organizuar. Mirë po detajet reagimit të listës serbe e po ashtu edhe të gjithë operacionin do t'i diskutojmë tani me një panel të ftuarish. Në studio kemi ish kolonelin Refki Morina. Zotri Morina, mirësete. Mirë u gjetëm. E po ashtu me ne është edhe profesori Havni Islami. Profesor, mirësete. Mirë u gjetëm. Po i nisi me ju, kolonel, në fakt, qëfar do thotë gjithë kjo aksion pas kaq shumë vitesh, sepse kanë kaluar diku 12-13 vite nga ngjarja që ka ndodhur dhe dje patëm një aksion pikërisht për shkak të rastit zyrtarit të Euliksit. Po, siç jeni të njoftuar edhe opinioni, do thotë me urdhër të gjykatës themelore, edhe në bashkëpunim me Prokurinë Speciale, është aktivizu, do thotë, edhe drejtoria për krim të organizuar, edhe drejtoria për krim të rënd në nivel të Kosovës e Policisë Kosovës, në mënyrë që të bëhet bastisja personave të dyshuar për vrasjen do thotë një zyrtari doganor të Euleksit në vitin 2013. Dhe ndërkohë ky aksion do thotë ka vazhdu në atë pjesë, në vendet e lokacionet e caktuara, diku 9 lokacione, ka pas bastisje nga policia, dhe ndërkohë janë gjetë disa argumente, fakte, prova e tjera të cilat mund të jenë të ndërlidhura me vrasjen e ish zyrtarit doganor vitit 2013. Nëse shtrohet pyetja pse tash pe 2013-s o veprime e tjera, siç e thekët edhe ju, ne dim se Mitrovica në kohën 2013-ën, po edhe më vonë ka qenë Mitrovica e bandave kriminale, personat të cilat në një mënyrë ose tjetër kanë kryer krime të ndryshme, kryes të ndryshme vepra penale në fshehtë në atë pjesë e tjera, për shkak se nuk është luftu krimi edhe dukurit negative në atë pjesë për pamundësisë të institucioneve tona të funksionojnë në atë pjesë për shkak të blokadës së tërësishme. Ne kemi cek vazhdimisht edhe në studiot juaj, po edhe në studiot tjera, shpesh ne kur është dashur të ndru do të thotë policinë kufitare nga pikat kufitare në është dashur me kërku edhe ndihmë nga KFOR-i, në mënyrë që me helikopter me bardh për shkak se në aspektin toksor nuk ka mujt do të thotë me lëviz, edhe mu kjo ka ndodhur edhe me ish. Pikërisht për këtë, kolonel, sa vështirë është të kryen operacione të tilla në një zonë me ndjeshmëri të lartë, siç është edhe pjesa veriore? Po janë operacionet të tilla janë të vështira, mas pari zonat e tilla duhet çlirohen, bëhet në një mënyrë të jenë të lirë qytetarët lëvizin, policia të jetë e lirë të lëviz, të hulumtoj, të ketë informacione të vazhdueshme e tjera. Na vazhdimisht kemi thonë për Mitrovicën, edhe tani kur po bisedojmë, se Mitrovica është e qetë, por është e brisht situata atje e sigurisë. Prandaj edhe policia do thotë vrasjet janë vepra penale të cilat nuk parashkruhen dhe kjo vepër do thotë pavarësisht kur ka argumente, kur ka prova, kur dihen kryes të veprës, atëherë edhe prokuria vepron, edhe gjykata vepron, po edhe hetimet duhet të vazhdojnë lidhe me rastin e tillë. Po, profesor. Po, kisha dashur vetëm ta plotësoj kolonelin Refkiu, pra janë dy perioda krejtësisht të kundërta, sikur të nata me ditën, pra deri në qeverisjet e kaluara, pra deri ka viti 2002-2003, ka qenë bukur vështirë që të kryhen operacionet të tilla çfarë kemi në periudhën e fundit, nga se atje lista serbska, e cila është e dirigjuar, ose mund të themi satelit i Beogradit, zbashku me strukturat kriminale dhe të sigurisë së Serbisë mbrana veriut Kosovës, e kanë botë pa mundurën që të pengohen këto operacione. Një bastisje e thjeshtë për një kundërvojtje kanë pasur as influenca të bllokojnë rrugët e Mitrovicës me zhavor e me kamion. Ndërsa sot situatën e kemi krejt ndryshe, nga se spori veç qytetarët lokal serb janë çliruar nga bandat kriminale e terroriste, të cilat kanë qenë të dirigjuar nga Beogradi. Tashmë në veriun e Kosovës bisundon rendi dhe qetësia publike, ku atje rendin dhe qetësinë publike e sigurojnë institucionet e sigurisë të Kosovës, pra policia, AKI-ja, Euleksi dhe KFOR-i. Dhe
tashmë këto operacione zhvillohen në kushte normale, sikurse në pjesët e tjera të Kosovës. Megjithatë, profesor Mleoni të citoj në reagimin e listës sërbe, thuhet dhe në fakt të quajti këto operacion terrorizëm të organizuar ndaj serbëve, ndërsa tha se pjesëtarët e njësive të policisë së Kosovës ishin të pajisur me armatim lufte dhe se kanë thyer dyrë dhe kanë shkaktuar frikë e panik të qytetarët. Çfarë do të thotë këto deklaratat e listës sërbe? Por çfarë duhet theksoj për opinionin e juaj, lista srpska deri më që është satelit i Aleksandar Vučićit dhe ato fjalë dhe ato fjali, ai shkrim, ajo deklarat është identike dhe ngjashme me fjalimet e Aleksandar Vučićit. Dhe dihet që Vučići, qysh në kohën e Miloševićit, ishte ministër i propagandës dhe informacionit. Prandaj sot e kësaj dite, edhe lista srpska, pra, e cila është satelit, po e ritheksoj e Beogradit, përpiqet që institucionet e sigurisë të Kosovës ti denigroj. Dhe dihet mirëfilli që tashmë me ardhen në skenë prap të listës srpska, në komunat ku banojnë serbët lokal, presioni më i madh do të bie mbi veç qytetarët serb. Mirë po, duke pasur parasysh që tashmë në ato pjesë vepron rendi dhe ligje dhe atje bisudon Kushtetuta e Republikës së Kosovës, pavarësisht tendencave të listës srpska dhe direktiva që i merr nga Beogradi, unë nuk pres që mund të ndikojnë në çështjet substanciale brenda territorit të Kosovës. Sepse reagimin e tyre më pas e lidhen edhe me zgjedhjet lokale këta të listës serbe, megjithatë, siç e thatë edhe u komentua shumë se u shfrytëzua për jena politikë si dhe konsum të brendshëm, si dhe fushat propagandistuese. Në anën tjetër, shoqërimi i shkolonel, shoqërimi e më pas lirimi i këtyre personave, është normale për një hetim të tillë apo deri diku tregon ndoshta mungesë të provave konkrete lidhur me rastin? Po, unë mendoj se kjo është proces, do të thotë, i hetimeve të vazhdueshme dhe gjetja e këtyre pajisjeve, do të thotë armëve, pastaj municionit, dërbive, uniformave, dokumentet falsifikume e tjera, janë provat mjaftueshme, të rëndësishme, që edhe vetëm me pas informat që këto mjete janë të një qytetar, pavarësisht a është serb apo shqiptar, policia duhet të ndërhyjë në mënyrë që t'i konfiskojë për arsye se kemi të bëjmë me anë të rrezikshme, që janë të rrezikshme as për familjet e tyre, pastaj për tjerë. Pastaj marrja e personave, 7 personave të tjerë, marrja e deklaratave të tyre, e tjera është ajo çështje që e vlerëson hetimet, do thotë edhe në nivel rajonal, po edhe në nivel krimeve të rënda, vlerësohen gjitha këto për arsye se nëpërmes deklarimeve tyre, nëpërmes deklaratave tyre, informacioneve tyre, e tjera ndërlidhen gjonat edhe me gjasendet e gjetura në vendin e ngjarjes, edhe me kryesin e ka bazë për t'i liruar momentin që gjenden anë, municion edhe materiale nacionaliste në këto zonat bastisura? Po unë mendoj se pas hapësirë të mjaftueshme këto hetime do të jenë kryer në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale dhe me gjykatën, dhe në ndërkohë ata i kanë vlerësuar se duhet lirohen dhe të shkojnë në procedurë të rregullt, për arsye se gjysa ose gjithë nga ata mund të jenë edhe në një mënyrë si dëshimtar proces, ndoshta ato mjete që janë gjetur nuk janë të tyre, por janë të dikujt krejt tjetër, që mund të jetë edhe ndoshta në Serbi, kryesi i veprës, por si dëshimtar, si prova, si fakte që i bashkangjiten gjitha atyre që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Profesor? Po e nisi fjalimin me një thënie të profesor doktor të ndirit Vesel Latifi, ku në librin e tij shkruan se të dyshosh nuk do të thotë se është e vërtetë. Mirë po, të dyshuarit në shumicën e rasteve e kanë zbardhur vërtetën. Dhe në drejtësi, pra kemi të bëjmë me rastin e hetimet shkojnë në formë të hinkës. Pra është e para policia, pastaj prokuroria dhe në fund, pra në majën e hinkës është gjyqësia e cila vendos. Nuk do të thotë se janë krye operacionet ose një aksion policor për mbledhjen e provave dhe fakteve. Pra, unë konsideroj që operacioni është zhvilluar në bazë ligjit dhe në bazë të urdhit të Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ata kanë shkuar për mbledhjen e provave dhe fakteve, sepse është një kohë bukur e gjatë, pra prej vrasjes së personit të apostrofuar doganirit ndërkombëtar. Dhe qëllimi i tyre ka qenë që të mbledhen prova dhe fakte të fillojnë sepse hetimi kanë filluar më herët. Prandaj arrestimi i tyre
nuk do të thotë se ata duhet me patjetër që të arrestohen dhe të mohen në arrest. Mirë po, për secilin nga ata të shtetit bëhet verifikimi tyre dhe nëse ka prova në datotekën e policisë Kosovës dhe nëse ka prova të mjaftueshme, prokurori vendos të mbohet në paraburgim ose në arrest ose të lirohet. Prandaj qëllimi mendoj se i prokurorisë së Kosovës lidhur me aksionin e tillë është arritur qëllimi i saj. Profesor, në reagimin e listës serbe, ku thonë se bëhet fjalë për demonstrim të pastër force dhe përpjekje për friksimin e popullit ton, i referohen më pas edhe mënyrës se si u realizua bastisja nga policia e Kosovës. Si e vlerësoni mënyrën profesionale të realizimit të këtyre bastisjeve në Deklarata e listës sërbska, kince njësitë speciale të policisë të Kosovës kanë shkuar me armatim të rëndë. Pra, policia Kosovës nuk kanë shkuar me helikopter, as me mbërtaja, as me mitraljez, kanë shkuar me pajisjet të cilat i posedon edhe janë në përputhje me ligjin, pra ato çfarë i posedon njësitë. Nuk ka të kaluar ndonjë kompetencë. Absolutisht nuk ka asnjë tejkalim të kompetencës ose nivelin e armatuesit. Mirë po, duke pasur parasysh shkallën e rrezikshmërisë, sepse në kushtet normale, nëse shkon arrestohet një person për një kundërvajtje, nuk është e nevojshme të shkon njësia speciale. Mirë po, dihet që në verimin e Kosovës, në përpika të ndryshme, ende gjendet armatim, dhe në rastin konkret janë gjetë armë të cilat janë të ndaluara, pra armë të cilat dikush ato mund të përdor kundër policisë. Prandaj, forca proporcionale në raport me gjendjen ose vlerësimin e situatës është mas e nevojshme. Prandaj policia e Kosovës ka shkuar me armatim që është konsideruar që është armatim proporcional që mund të haset në vendin e ngjarjes me kriminal. Për me ardhët e vërteta materiale në drejtësinë edhe kosovare po edhe botërore, nuk është rrugë drejt vizore, vetëm drejt, ose vetëm në paraqisje se është kryer vepra penale. Me ardhët e vërteta materiale do të thotë duhet atje thuhet një rregull nëpërmes të kundërt të zgjedhjeve të vërteta materiale, kur në mënyrë drejt për drejt. Prandaj edhe dëshmitë edhe faktet janë ato prova të cilat në një mënyrë ose tjetër ndihmojnë në zbardhjen, ndriqimin e rastit veprës penale, kryesit veprës penale, po edhe pajisjeve që janë gjetë në vendin e ngjarjes. Kurse sa i përket listës serbe që ankohet se kanë përdorur pajisje, ato pajisje njësia speciale edhe njësitë e policisë kanë vetat personale të tyre, nuk janë tankse, nuk janë helikopterë si stan profesori, por janë pajisje të tyre, personale të tyre, kurse të thyrja e dyrëve drejtarës mund të vije në rastet kur pronari i shtëpisë dihet konkretisht se ka armë, pajisje të ndryshme të rrezikshme edhe nuk e hap derën, ata me urdhër të prokurorit dhe gjykatës mund të thehet dera, dritarja, edhe gjitha ato domet që shkaktohen paguhen nga shteti. Prandaj nuk ka të tash, nuk ka pronari aty, dera është e mbyllur, armët e dim se janë aty, sakta edhe tash mu kthy policia, njësia e krimeve të rënda mu kthy durthot. Ajo ka vepruar me urdhër të prokurorit, gjykatës, edhe çdo veprim që është kry në bazën ligjore, juridike, prandaj edhe dëshmit, faktet nga këta 7 që janë liruar në procedurë të rregullt, secili ka dhënë mendimin e vet, deklaratën e vet lidhje me rastin, edhe gjitha ato kur bashkohen nga hetuesit, na japin një të vërtetë materiale edhe për kryesin, edhe për pajisjet, edhe për dëshmimtarë tjerë, po edhe për bashkëpunëtorët tjerë, për arsye se kjo vepër ka mund të kryhet edhe në grup. Njëri e ka ekzekutuar, po edhe bashkëpunëtorët të grupit bandave ndryshe kriminale të cilat kanë vepruar atë kohë. Po. Dhe a mund të vijë ndoshta ky reagim i listës serbe dhe i serbëve në përgjithësi, duke qenë se dje ka pasur edhe një stërvitje të FSK-s me helikopterët Black Hawk, profesor? Po, shiqo, ne e dim se gjitha këto bonda kriminale. Se shqetësojnë realisht kur ka stërvitjet e tilla, ka zakonisht reagime nga ana. Do të organizator i gjitha këtyre bondave, 90% prej tyre, lista serbe dhe më parë ka udhëhequr me këto bonda. Me ndërprerjen e rrugëve, me paraqitjen e kamionëve në rrugë, me mos lejumin e policisë shkojnë pikat kufitare. Gjitha këta janë vetë këta organizatorët që kanë bllokuar vazhdimisht pjesën veriore të Mitrovicës. Dhe
pavarësisht çdo sukses i policisë Kosovës, çdo sukses i ushtrisë sonë, i FSK-s, është pengesë për ta. Për arsye se qëllimi i dezinformatave tyre është që qytetarët serb të asaj pjese në një mënyrë të nxisë kundër institucioneve tona, kundër FSK-s, kundër policisë tonë, edhe pse policia jonë në atë pjesë kryen punë dhe detyrat për gjithë qytetarët njësoj. Tani kemi informime të vazhdueshme edhe nga qytetarët serb, për arsye se edhe ata janë shliru nga këto bonda kriminale, edhe puna profesionale e policisë, edhe ushtrisë tonë, bën që edhe popujt tjerë, përposhtë shqiptarëve, ta dojnë institucionet tona, të ndihmojnë institucionet tona, për arsye se ato janë për të mirën tonë, serbëve, shqiptarëve, edhe gjitha nacionalitetet që jetojnë në veri, po edhe në pjesë tjera të Kosovës. Kurse propaganda e tillë e Vučićit nëpërmes listës serbe, na prej tyre nuk do të presim ndonjë mirësi, vazhdimisht do të kemë pengesa edhe në të ardhmen, edhe pse kanë fitu, vazhdimisht do të kemë pengesa, do të mundohen që t'i kthejnë edhe ish policët që do të thotë e kanë shu punën, ata më momentin kur i marrin ndoshta do të mundohen, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët, mirë po për mu kthy policët, prokurorët, gjyqtarët janë procedurat qysh jemi kthy na mas 99-s pas luftës. Edhe nëse ke punu deri në 90-ën ti ke qenë profesor në akademinë policore e tjera, a doft me hi si çdo kadet. Mi u nështru provimit, mi u nështru të gjithë testeve, edhe fizike, edhe psiqike, edhe përgatitjeve tërësishme, nëse s'ke mujt me kalu pavarësisht përvojës që e ke pas ma parë. Farë s'ka vlet. Prandaj kjo rregull duhet vlen edhe për ta. Edhe e kalumja kriminalet që quhet për secilin që hyn në policinë e Kosovës, edhe në FSK, për arsye se në policinë e Kosovës, në FSK, në institucionet të ndihshme, duhet të jenë njerëz të meritueshëm, njerëz që e dojnë vendin e vet, e dojnë kushtetutën e tyre, sovranitetin, tërësinë territoriale. Për arsye se kjo Kosova është të gjithëve që jetojnë në Kosovë. Prandaj duhet të vend të meritueshëm të shtim njerëz të meritueshëm. Mos ngutemi që në institucionet tona të vendosen njerëz që nuk e kanë vendin aty. Mas 2-3 vite pastaj duhet me hjek nga puna, duhet me arrestu, ku është imazhi i institucionit tonë. Prandaj duhet të kemi kujdes. Ne e dim se lista serbe ngutet me këtë. Mundohet t'i kthej edhe ata serb që janë largu vetë, kanë desh uniformën, e kanë gju, po edhe ata prokurorë, ata gjyqtarë, edhe tjerë të cilët kanë qenë pjesë e tyne e listës serbe, e bandave të ndryshme kriminale e tjera, ose informacione të Vučićit e tjera. Por, unë mendoj se institucionet tona tani janë vetëdijshme, se kush hyn në institucionet tona, kush punon në institucionet tona, edhe njerëz të meritueshëm të hynë në vend të meritueshëm. E pam që në zgjedhjet e fundit, në shumicën e komunave serbe ka fituar lista srpska. Dhe nuk duhet harruar që është po kjo lista srpska, të cilën njerëzit e saj e kanë udhëhequr operacionin në Banjska. Ka tendenca për një autonomi, për marrjen e territorit nga ana e Serbisë. Pra është e njëjti subjekt politik, një lloj i krah i terrorizmit shtetëror të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Dhe unë besoj që institucionet e sigurisë të Kosovës kanë njohuri dhe kanë material mjaftueshëm që të jenë nën vëzhgim ky subjekt politik, sepse faktikisht lista srpska konsiderohet kali i Trojës brenda institucionit të Republikës Kosovës. Fatbarësisht, duhet të them që fuqia e saj, përveç asaj politike që përpiqet që ta shtri, në teren ka rënë në zero. Sepse atje tashmë veprojnë policia e Kosovës, veprojnë institucionet e sigurisë të Kosovës dhe nuk ka barikada, nuk ka alarm të rrejshëm, nuk ka mundësi dhe nuk ka kushte më që të bllokohen rrugët. Sot lërshëm qarkullojnë institucionet e sigurisë, pra policia dhe të tjerët, atje qarkullojnë që është edhe më e rëndësishme as qytetarët e Republikës Kosovës, të gjithë janë të lirë, sepse edhe vetë qytetarët lokal serb kanë qenë të lodhur dhe të ngujuar në një lloj karantine, atje duke punuar për grupe të ndryshme kriminale, qoftë në laboratorët e drogës, qoftë në mbjelljen e saj, në përpunimin, qoftë në gjëra të tjera të cilat janë të jashtëligjshme. Tashmë institucionet e Republikës Kosovës ju mbetet që ta marrin nën vëzhgim për veprimet ose mos veprimet e listës srpska. Madje edhe për zgjedhjet, profesor u raportua se qytetarët atje kanë qenë të friksuar, të kërcënuar dhe për këtë arsye lista serbe, siç u tha, edhe doli e para, duke qenë se janë kërcënuar qytetarët. Po,
Kemi parë në për burime të hapura në për televizione, në për portale kredibile, njerëz të cilët kanë qenë të afërt me pushtetin, pra me pushtetin e Vučićit, njerëz të afërt me radhëqisin e tjerë, të cilët kanë qëndruar afër vendvotimeve. Sigurisht që ata kanë qenë të kërcënuar dhe të shantazhuar. Prandaj unë nuk i fajsoj qytetarët, sepse besoj që në të ardhmen edhe ata do të çlirohen me arrestimin e kriminalëve. Po, profesor. I përmendi profesori edhe madje të vënje ka sjellur dhe fotografi të personave që kanë qenë afër vendvotimeve, njerëz të afërt me Vučićin. Kolonel, thamë se qytetarët atje janë të friksuar dhe ekziston ende ajo ndjenja frikës pavarësisht të çlirimit nga strukturat paralele dhe gjë tjera. Po, ekziston do të të ende frika atje, sidomos të qytetarët serb, ajo vërejtën të zgjedhjet. Mirë, po unë mendoj se gradualisht format e tilla të veprimeve psikologjike, të luftës psikologjike të lisës sërbska, të qytetarët e vet, gradualisht do të vinë të zbehen, dhe kjo zbesia atyre vjen me vetë faktin se disa nga qytetarët serb fillojnë të bashkëpunojnë me institucionet tona, me policinë, me AKI-n edhe me institucionet tona, shka është e mirë për qytetarët gjitha nacionaliteteve që jetojnë atje, kurse të gjitha këto përcjelljet për arsye se Mitrovica Veriore si dhe pjesë tjera janë të monitoruara përpos me patrulla dhe me kamera në pjesë të ndryshme të Mitrovicës, është mirë të shiqohet, të veprohet të tjera për arsye se blerja, presioni ndaj votimeve tjera është vepër penale në bazë kodit penal, edhe gradualisht të shiqohen këto gjana, edhe shit që ku shihet se është bërë presion, se është bërë shantazh, se është dhënë para për me dhënë votën e tjera, do të argumentohen, provohen e tjera, si që ka rasti pe 2013-ës tani për rastin ish kolegut doganier nga Uleksi që tani veç do të kanë fillu hetimet më të madhe, nga gjykatat, nga prokuroria, nga policia, gjitha këto do të vinë në agjendën e tërësishme të hetimeve, edhe secili do ta merr me dënim meritum konform kodit penal dhe kodit procedurës penale të Republikës Kosovës. Profesor, me qenë se kemi edhe pak minuta, të flasim pikërisht për këtë stërvitjen që edhe diskutuam shkurtimisht. Pra, ushtrimet me helikopter Black Hawk, çka do të thojnë konkretisht për forcën e sigurisë së Kosovës? Po besoj stërvitje të cilat edhe ndihmojnë. Po, unë mendoj se çdo stërvitje, edhe kjo stërvitje është e rëndësishme për forcën e sigurisë Kosovës, për arsye se trajnimet e tilla janë të domosdoshme, ngrisin profesionalizmin e ushtrisë sonë, e FSK-s, pavarësisht nëse të në pjesë të shtetit tonë, të vendit tonë. Ne kemi pas edhe disa dilema ose disa kritika në lidhje me atë se FSK-ja ka hyrë në Mitrovicën Veriore, mbas asaj marrëveshjes ose asaj deklaratës që ekziston 2013 do të thotë mes institucioneve tona edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Mirë, po 2013-2025 kërkon një shqyrtim të kësaj, për arsye se FSK-ja është forcë ushtarake multietnike, do të thotë në to ka dhe serb, ka dhe bosnjak, ka dhe rom, dhe nacionalitetet tjera, siç është edhe policia e Kosovës. Prandaj në të ardhmen të afërt institucionet tona qeveritare me faktorin ndërkombëtar duhet bisedojmë që FSK-ja të lëvizë në tërë territorin e Republikës Kosovës. Për arsye se ajo është pjesë e jonja. Mitrovica është në Kosovë, nuk është në Beograd. Prandaj edhe FSK-ja duhet lëvizë në atë pjesë, për arsye se është pjesë e jonja. Dhe me gjithë këto stërvitje që bëhen pra edhe në bashkëpunim me NATO, thoni se ka gjasa që shumë shpejt t'i besohet kjo. Po, unë mendoj se prej 2013-s deri me 2025-s, derisa në 2013 kanë qenë tjera kushte, tjera rrethana, bllokada në atë pjesë të tjera, tani veç kemi një tjetër frymëmarrje në Mitrovicën Veriore të qytetarëve atje, edhe ka një besim më të madh të institucionet tona, edhe të serbëve, edhe të shqiptarëve, nacionalitetet e tjera, dhe gradualisht në momentet e duhura në pjesën veriore kur është dashur FSK-ja, në rastet emergjente ka intervenu. Edhe serb ka hiq nga uji, ka pështu. Do thotë atëherë duhet ajo është institucioni i Kosovës, FSK-ja është ushtria e Kosovës, ajo duhet të veprojnë tërë territorin e Republikës Kosovës, prandaj qeveria, institucionet tona, së bashku me faktorën ndërkombëtar duhet bisedojnë edhe për këtë. FSK-ja nuk armatoset, nuk ushtrohet me sulmu askënd. Ne nuk bashkëpunojmë në aspektin ushtarak me Shqipërinë, me Kroacinë, e tjera ajo trilateralja e përbashkët
për me sulmu as Serbinë, as shtetet për rreth, por me mbrojt vendin, territorin tonë. Dhe qëllimi kryesor, imediat i thana institucionet tona, është të mbrojt shtetësia jonë, sovraniteti dhe tërësia territoriale e vendit tonë. Duket se e cekës jemi ka fundi emisionit. Fundi kësaj pjese, realisht se kemi edhe 2 pjesë të tjera. Duhet ta plotësoj kolonelin. Pra, Forca e Sigurisë të Kosovës nga dalë, por e sigurt po e merr formën dhe trajtën e një ushtrie moderne e të kompletuar, dhe në kuadër të saj pritet që Forca e Sigurisë të Kosovës të kompletohet edhe me helikopter. Prandaj ushtrimet e tilla janë maset nevojshme për pilotët tanë dhe dihet që Forca e Sigurisë të Kosovës arritet më të mëdha i ka me Amerikanë, me Turqi, pra me vendet e Aleancës Veriatlantike. Dhe kur kjetë parasysh një bashkëpunim aq i ngushtë në blerjen e armatimeve, pra gjithnjë po e them armatime vetëm mbrojtëse, e që unë mendoj që do duhet që të ketë edhe armatim sulmues, sepse ndonjëherë kur rrezikohet mbrojtja më e mirë është sulmi. Dhe jemi me fat që kohët e fundit jenë pajisur edhe me dron, të cilët ata përveç që mund të jenë dron mbrojtës, ata mund të jenë edhe dron sulmues. Prandaj ky është shqetësimi më i madh i Serbisë për blerjen e mbi 1000 dronëve që ata mund të përdoren për mjetet të blinduara ose të kombësërisë. Prandaj unë përgëzoj Forcën e Sigurisë të Kosovës dhe unë pres se shumë shpejt ajo të kompletohet dhe të jetë partnere e deni e Aleancës Veriatlantike. Pra, Forca e Sigurisë të Kosovës të prodhoj paqe dhe siguri jo vetëm në Kosovë, por të jetë ndihmës edhe me vendet e tjera në kuadër të Aleancës Veriatlantike. Profesor Kolonel, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Faleminderit për jush. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën, ndërkaq nga këtu kalojmë tek zgjedhja